që nga ngjarja tragjike me 3 viktima në fshatin Majac të Podujevës, vazhdojnë të jepen versione të ndryshme për rastin. Njëri prej antarëve të familjes Gashi, që ka dashur të mbetet anonim, është prononcuar për median. Ai ka mohuar disa prej versioneve që janë raportuar që nga mbrëmja e së dielës, kur edhe ka ndodhur rasti. I njëjti ka thënë se si familja asnjëherë nuk kanë pasur telashe, derisa ka shtuar se nuk kanë qenë në dieni për lidhjen e të dyshuarës, Ardita Gashi, me tashmë të ndjerin Ilaz Brahimin, 45 vjeçar, nga Obiqi. Familjari ka dhënë detaje tjera lidhur me momentin kur më pas e dyshuara, pas aktit, ishte mbyllur në dhomë. Pasi e ka gjuajtur atë djalin, ka shku te Ingjira Miradi. Ajo ka qenë bashkë me Ren dhe 3 fëmijët. Ardita ju ka thënë të dalin jashtë sepse ka me bisedu diçka me Ingjën. Si ka ndal nga dhoma, është dëgjoj krisma. Ne kemi vrapuar me njëherë, e ajo është mbyll në dhomë të fëmijëve. Kur ka tentuar me hy vllai, ajo ja ka drejtuar vetes armën dhe i ka thënë largohu se të vrasë edhe ty. U shpreh ai për klankosova.tv. Ai ka thënë se në rastin tragjik, 31 vjeçaria ka përdorur revole, duke hedhur poshtë pretendimet se e dyshuara ka qelluar në drejtim të Brahimit dhe gruas së Axhës me armë automatike. Mbrëmjen e 22 marsit, 31 vjeçaria Ardita Gashi dyshohet se privoi nga jeta Ilaz Brahimin, kurse e plagosur kishte mbetur edhe Miradie Gashin, por e cila vdiq më pas mëngjesin e së hënës, derisa po trajtohej në QKK. Po ashtu edhe Ardita Gashi po trajtohej në QKK, pasi ishte në gjendje të rëndë shëndetësore si pasojë vetë plagosjes, por as ajo nuk ka arritur të mbjetoj plagëve dhe vdiq mëngjesin e së hënës. Nga ana tjetër, zëdhënësja e prokurorisë themelore në Prishtinë, Kaltrina Shala, deklaroi se gjithçka kishte nisur si pasojë një mosmarrëveshjeje mes të dyshuarës kryesore dhe 45 vjeçarit.